Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku çudit botën, vetëm një domate në ditë dhe thoni lam të mirë këtyre sëmundjeve. Disa studime kanë zbuluar se domatet mund të ndihmojnë në mbrojtjen e burrave nga sëmundja e prostatës. Fruti i kuq me këtë lëng mund të ndihmojë në ruajtjen e ADN-s në qelizat tuaja nga dëmtimet që mund të çojnë në sëmundje të këqija. Domatet përmbajnë një përqendrim veçanërisht të lartë të një antioksidanti efektiv të quajtur likopen. Trupi juaj mund të thithë likopen më mirë nga ushqimet me domate të përpunuara siç është salca, që do të thotë se makaronat me salcë mund të jenë një mënyrë e shijshme për të marrë dozën tuaj të ushqimeve që luftojnë sëmundje të këqija. Të gjithë jemi të vetëdijshëm për përfitimet e shumta shëndetësore që sjell domatja, pse jo edhe lëngu i saj. Domatet jo vetëm do të zvogëlojnë sëmundjet e zemrës, por potencialisht mund të parandalojë dhe dhjetra sëmundje të tjera. Sigurisht nëse kjo perime konsumohet në mënyrë të rregullt çdo ditë, ul rrezikun e sëmundjeve të zemrës. Sipas Universitetit të Bostonit, sasitë e larta të likopenit ishin të lidhura deri në 30% në parandalimin e sëmundjeve kardiovaskulare, sëmundjeve koronare të zemrës e të tjerë. E pasur në vitamina dhe në minerale, domatet i japin trupit një sasi të madhe vitaminash natyrore si vitamina A, K, B1, B3, B5, B6 dhe njëkohësisht vitamina C, folate, hekur, kalium, magnez, krom, zink dhe njëkohësisht fosfor. Zvogëlojnë dëmet e shkaktuara prej radikaleve të lira dhe nga konsumimi i duhanit. Domatet përmbajnë një acid klorogenik i cili është një element që mbron trupin tuaj nga tymi i duhanit, përmirëson shijen, mund të përdoret në çdo gjell apo gatim. Ato përveç se ju japin vitaminat dhe mineralet e nevojshme, gjithashtu ju përmirësojnë shijen dhe ushqimin. Përmirësojnë tretjen tuaj dhe njëkohësisht domatet mund të ndihmojnë edhe në çlirimin nga kapsllëku. Janë një aleat shumë i mirë i lehtësimit të kapsllëkut dhe të tretjes, sidomos kur e kombinoni me lëng spinaqi. Gjithashtu, sipas ekspertëve, ai zvogëlon edhe sëmundjet e veshkave dhe formimin e gurëve në veshka. Domatet dhe lëngu i tyre mund të përdoren si dezinfektues për të mbrojtur trupin tuaj nga shfaqja e gurëve në veshka dhe në tëmbë. Ato gjithashtu mund të reduktojnë dukshëm edhe problemet me traktin tuaj urinar. Gjithashtu përmirëson edhe shëndetin tuaj të flokëve dhe të lëkurës. Domatet gjithashtu janë të pasura me vitaminën K, një element i cili ndihmon në forcimin e flokut dhe në shkëlqimin e flokëve. Studimet gjithashtu kanë treguar se 2 gota lëng domateje në ditë përmirësojnë pamjen tuaj të përgjithshme të lëkurës, përmirësojnë shëndetin e përgjithshëm të lëkurës dhe gjithashtu përmirësojnë shëndetin tuaj të kockave. Ky përfitim vjen sepse domatet janë të pasura me kalcium, forcon sistemin tuaj imunitar. Konsumimi ditor i domateve gjithashtu rrit përqindjen e vitaminës C në gjak, e cila pengon njëkohësisht rritjen e hormoneve të stresit dhe gjithashtu forcon sistemin tuaj imunitar. Parandalon mpiksen e gjakut dhe njëkohësisht ndihmon në djegjen e yndyrës. Domatet gjithashtu mund të stimulojnë edhe prodhimin e aminoacidit i cili përshpejton procesin e djegjes së yndyrës deri në 30%. Parandalon sëmundjet e zemrës. Domatet janë të pasura me lutein, zeaksantin, element të cilët ndihmojnë në përmirësimin e shikimit dhe shëndetit të syve. Parandalon gjithashtu goditjet në tru. Sipas një hulumtimi të ri,
u konstatua se likopeni i gjendur tek domatet parandalon njëkohësisht goditjet në tru dhe rikthen ekuilibrin. Përfitimet që vijnë nga konsumi i lëngut të domates ja atribohen vitaminave dhe mineraleve që ofron vetëm domatja. Nga të gjithë ushqyesit që ajo ofron, mund të veçojmë likopenin, një antioksidant i fuqishëm i cili parandalon një sër problemesh shëndetësore. Ne këtu do t'ju listojmë të gjitha vlerat dhe përfitimet që ju do të keni pikërisht nga konsumimi i lëngut të domates herët në mëngjes. Sipas ekspertëve, ju duhet të dini se lëngu i domates përmban antioksidant. Domatet gjithashtu ndihmojnë në pastrimin e trupit tuaj nga toksinat dhe nga të gjitha lëndët e akumuluara në trup, të cilat do ju bëjnë ju të ndjeni të lodhur dhe akoma më të rënduar. Ato aktivizojnë metabolizmin dhe gjithashtu ju ndihmojnë ju për të eliminuar edhe të gjitha yndyrat. Nëse ju e pini lëngun e domateve rregullisht në mëngjes me një vakt të shëndetshëm, atëherë ju do të jeni akoma dhe më të shëndetshëm. Kundër konstipacionit, një nga mënyrat më të mira për të luftuar konstipacionin është që ju ta nisni ditën me lëngun e domates në mënyrë që kështu ju të stimuloni sistemin tuaj tretës. Domatet gjithashtu janë të pasura dhe me fiber dhe nëse lëngun e tyre ju e konsumoni rregullisht, atëherë do të zgjidhni problemin e konstipacionit. Për shëndetin e zemrës, enzimat dhe njëkohësisht mineralet, të cilat gjenden tek domatja, ndihmojnë edhe në uljen e kolesterolit të keq dhe njëkohësisht pastrojnë qarkullimin e gjakut. Në këtë mënyrë, ato parandalojnë mpiksen e gjakut. Lëngu i domates është efikas edhe për diabetikët sepse ai mban nën kontroll nivelin e sheqerit në gjak. Sistemi juaj imunitar. Lëngu i domates duhet pirë rregullisht në mëngjes për të forcuar sistemin tuaj imunitar. Gjithashtu, domatet janë të pasura me vitamin C dhe vitamin A, B, D dhe K. Ato përmbajnë gjithashtu antioksidant, kalium, kalcium, fosfor dhe njëkohësisht hekur dhe sodium. Kjo e bën këtë lëng ideal edhe për sistemin tuaj mbrojtës. Për lëkurën, lëngu i domates është gjithashtu një sinonim i një lëkure të bukur, të pastër dhe rinore. Antioksidantët të cilët gjenden tek domatja largojnë papastërtitë dhe e ushqejnë lëkurën tuaj duke i dhënë asaj freski dhe njëkohësisht duke e mbrojtur lëkurën tuaj për të qenë sa më e re. Lëngu i domates gjithashtu është aq i pasur me vitamina dhe minerale sa rekomandohet që ai të konsumohet edhe kundër dhimbjeve të artritit. Për të zbutur këto dhimbje, ju duhet që lëngun e domates ta pini çdo ditë. Ne ju këshillojmë gjithashtu se lëngu i domates duhet të jetë gjithmonë i freskët dhe jo i paketuar, që zakonisht është i mbushur me substanca të dëmshme. Pra, vlerat e domates janë tepër të mëdha për sa i përket organizmit ton dhe shëndetit të sistemit ton imunitar, prandaj mundohuni që të paktën të konsumoni një domate në ditë, pasi përfitimet janë me të vërtetë të larta. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.